të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes. Ju përshëndes nga kjo studio, duke dëshiruar të shpërndaj mesazhe të bukura të ditës, të jetës që bulon tek secili nga ne në hapat që ndërmarrim. Natyrisht të ecësh më ëndrrën, ta ushqesh atë, ta rritësh që në hershmëri, të bësh që të hedhësh shtat, të lulëzoj dhe të jap fruta, është një rrugtim. Një rrugtim që tek njerëz të veçantë apo tek shumë njerëz jetohet së brendshmi me kënaqësitë, problemet, sfidat për të kapërcyer mbërritjet dhe natyrisht e bën jetën të jap një kuptim të veçantë. Unë sot në studio kam të ftuar një zonjë, ëndra së cilës hap pas hapi formëzon rrugën dhe rrugtimin e saj jo në vite, por në ecurin e një stadi ku ajo mbërrin. Para pak ditësh, ajo ka hapur një ekspozit në Galerinë e Arteve Figurative në Shkodër, të titulluar Rrugtim. Me mua sot në studio është zonja Servet Dërguti. Mirëmëngjes Servet, mirë se erdhe. Mirëmëngjes dhe ju uroj një ditë të mbar dhe mbarësi gjithmonë. Ju falenderoj shumë. Në personalitetin tënd ravizohen shumë anë, por ajo që pulson në një veprimtari sa të dukshme, aq të brendshme, janë ndjesitë artistike të shprehura në punimet tuaja në pikturë, por të derdhura dhe në vargje, e natyrisht edhe puna e përditshme si mësuese e letërsisë. Po ta ravizonim këtë anë të personalitetit tuaj, natyrisht do dalin disa tipare të veçanta dhe interesante. Si mundohesh të mbash ekuilibrin në këto pasione dhe dëshira, apo ëndra që ti përpiqesh ti kapësh, ti realizosh, ti shpërndash dhe ti afrosh me njëherë tek vetja? Po, në qoftë se flasim për pikturën, është një lloj arti. Në qoftë se flasim për letërsinë, është arti të folurit bukur, që në periudhën e Sokratit njerëzit janë mundur të flasin bukur dhe të shprehin mendimin mirë edhe drejt. Në qoftë se flasim për mësuesinë, është një art më vete, një art që lumë ato mësuese, lumë ato kolegët mia, kudo që janë, në gjithë botën, megjithëse po afron edhe 7 marsi, është vërtet privilegj të jesh mësuese. Aty gjen veten me shumë sfida, por gjen një mrekulli brenda këtij profesioni. Natyrisht ndjesitë e veçanta të një gruaje që gjithmonë rrugtojnë me ëndrrën dhe gjithmonë ka një qasje sa të afërt, aq edhe në horizont me të, e bën atë që të ecë, tek ti si ndodh. Të qash rrugë të jetës nuk është as pak e lehtë. Dhe të arrish deri në këtë moshë, po përsëri nuk ka qenë e lehtë, sido që tjetë. Vim që në këtë botë, vim që një ditësh, dhe rritemi pastaj deri në një moment të caktuar që ndahemi nga kjo jetë. Normalisht bota është kaq e bukur, kaq e vështirë dhe kaq me shumë sfida. Nëse nuk i sfidon të gjitha këto, nëse nuk lufton me gjitha forcat tuaja që ke, normalisht je i humbur. Po unë ja kam dalë mal. Deri tani po. Urime. Faleminderit. Ajo që ka cilësuar ditët tuaja të fundit është ekspozita që keni hapur në Galerinë e Arteve Figurative. Ishte një sfidë, besoj, sepse galeria natyrisht është një standard profesional. Si mundet të hapësh ekspozitën tuaj të parë pikërisht në këtë institucion kulturor me shumë prestigj? Në radhë të parë do t'i rifalenderoj të gjithë drejtuesit dhe ata që më kanë ndihmuar, më kanë përkrahur në hapjen e kësaj ekspozite dhe në një moment të caktuar kur erdhën në shtëpi dhe panë pikturat e mia. Më fal, të drejtohem kështu me një afërsi, natyrisht se të ftuarit janë miqtë e mi gjithmonë.
ke patur një kontakt paraprak, do më thënë, dikush të njeh për piktore, ato pikturat tuaja nuk janë vetëm brenda ambienteve tuaja, apo jo? Piktorat e mia kanë qenë brenda ambienteve dhe ndonjë dhuratë që unë ju kam bërë afër me miqve të mi, nuk kam qenë e afirmuar si piktore, por njëkohësisht as edhe si shkrimtare ose letrare. Nuk më ka pëlqyer një pjesë e atill derisa po erdhi momenti që u zgju kjo lloj ndjenje, kërkova në moment të tregoja se edhe unë mund të bëj diçka dhe kam diçka që unë kam bërë gjatë gjithë periudhës së jetës time. Mirë po, ndonjëherë hasim edhe në ndonjë pengesë të vogël, jo për burokraci, nuk mendoj se në Shkodër nuk besoj se ka burokraci, po arsyet e sollen deri në një moment të caktuar në 21 shkurt të hapej ekspozita. Ato ishte një ditë e përcaktuar që unë do të hapja. Në fillim unë thash që ëndra shpesh i ngjan një bime që nga një farë bëhet një bim, një individ që rrit kërcelin, lëshon shtat dhe më në fund lulëzon dhe jep frute. Ndoshta je në këtë fazë që dëshiron tashmë të dialogosh me ato që ti ke dhënë, me frutet e punës suaj. Të dialogoj. Në fakt unë kam dialogu gjithmonë me vetveten. Gjithmonë, në formën e një monologu, por kam dialogu. Tani, unë ju gjej rastin që t'ju falënderoj në këtë formë. Kjo është kënaqësi shumë. Në fakt, ju e keni pikturën tuaj me piktura juaj është abstraksion. Do të thënë, nuk i drejtohet një subjekti të caktuar, mbase nuk i keni vënë tituj ose dicitura punimeve, apo i keni vënë? Jo, dicitura nuk ju kam vënë, por të gjitha punimet janë shoqëruar nga një poezi. Dhe kam një pjesë të poezive, të cilat i kam sjellë edhe këtu për kënaqësi. Jashtë mas e bukur, unë besoj se do ndalemi gjatë bisedës, por gjithsesi të mbrish në abstraksion do të thotë të kesh një rrugtim me gjinit e tjera të pikturës. Talentin tim, pikëspari zbuloi mësuesi i pikturës në shkollën 8 vjeçare dikur, dhe gjej përsëri rastin zotin Jakub Keraj, ta falenderoj. Nderim për këtë piktor të mjeshtror, do thoja, pasuri e Shkodrës me kontributin që ka dhënë. Po, vërtet ka pas pasuri në vetvete, por edhe ka ndak të pasurimet të tjerët. Një pjesë të kësaj pasurie ka marrë edhe vetë. Pavarësisht se arrita një periudhë shumë të gjatë të hapja një ekspozitë, jo ta afirmohesh, sepse ta afirmohesh është shumë punë e madhe. Pëlqen të mbetem në thjeshtësinë e njeriu dhe individit. Mase kjo e ka çu kaq vonë ekspozitën time të hapej. Po gjithsesi ajo kënaqësi e brendshme që ti ndjen nuk do të thotë që gjithmonë ta shpërndash. Ke mbërritur në një pikë që e shpërndave me të tjerë. Dhe kjo është ajo kënaqësia që përhapet. Ditë pas dite çdo akumulim bëhet një tull në ndërtesën tënde. Pa diskutim. Mirë se vetë më herët ke lëvruar dhe gjini të tjera. Po. Kam lëvruar gjinin në poezisë. Jo, në pikturë, theme, portrete, natyre të qeta, apo peizazhe, nuk e di. Të gjitha zhanret e pikturës i kam pasqyruar dhe i kam lëvruar, janë në shtëpi, se saloni është shumë i madh dhe disa nga ato janë rreth 60 e ca, diçka. Qenë ka një galeri e vërtet. Ti mbase një ditë për miq tuaj mund ta hapësh edhe këtë galeri familjare. Është interesante vërtet. Po, pa diskutim dhe jeni të mirëpritur nëse keni. Me shumë kënaqësi. Po. Dhe janë në forma të ndryshme të pasqyrimit të artit. Është natyrë qetë, është portret, janë peizazhe, janë abstraksione.
Pse pikërisht zgjodhe abstraksionin për të komunikuar me një publik më të gjerë? Sepse nëse mund të shprehem disi afër saktësimit, unë do të thosha që abstraksioni është një botë më vete që ai që e realizon ka një këndvështrim të caktuar, por jep edhe mundësi të tjerëve që ta shohin atë në kënde të ndryshme, siç shihet dielli në kënde të veçanta apo jo. Pse zgjodhe abstraksionin? Abstraksioni është, sikur se e thatë edhe ju, diçka e mrekullueshme. Brenda kësaj bote të vogël, tënden personale lejon të hyj edhe një botë tjetër. Pra, ti je vetvetja në këtë lloj arti, por i krijon mundësi edhe të tjerëve të gjejnë veten në këtë lloj arti. Pavarësisht se unë kam përcaktuar çdo shprehje e ndjenjave të mia, dallohet në rreshta, njëkohësisht edhe në penelat, ku hapësira toksore dhe ajo qiellore bashkohen në një pikë të vetme. Dhe aty ti shpreh çdo lloj ndjenje, të bukurën, të mirën, të gëzueshmen. Cilat janë ngjyrat më të parapëlqyera tuaja? Ngjyrat më pëlqejnë të gjitha. E bardha mbetet shumë tërheqëse, e zeza që kanë kontrastin, e kuqja, të gjitha lila, bluja, si të ftohtat ashtu edhe të ngrohtat. Janë të gjitha. Ajo që karakterizon ekspozitën tënde Rrugtim është sepse krahas këtyre punimeve abstraksion ke vendosur afër edhe vargje tuaja. Pra, kjo ekspozitë është shprehje e dy arteve, e artit të pikturës dhe të poezisë. E ndjeve së brendshmi enkas për këtë ekspozit, apo vargjet kanë udhëtuar me ty në kohë përgjatë gjithë mundësive që ti ke për të shprehur? Vargjet ka shumë vite që ecin, pothuajse 5 dekada ose 4 dekada mund të themi, që e vogël. Pra, kanë një rrugtim bashkë me mua. Ndërsa poezia dhe abstraksioni janë ndërthurur me disa vite diferencë, sepse unë i përkas atij brezi që nuk kemi pas shumë të drejtë. Nuk më pëlqen të flas për atë kohë, sepse është talenti ai që flet vetë. Dhe ja sot jam me vargje edhe me piktura njëkohësisht. A mund t'i drejtohemi një ndjesie që ti ke shprehur me pikturën, por dhe me vargjet tuaja? Pa diskutim. Ju thash pak më përpara që poezitë e mia janë sa toksore, aq edhe qiellore, aq edhe imagjinare, aq e dukshme, aq edhe pa dukshme. Lëvrojnë këtë lloj bote. Ja, unë do recitoj ose do citoj vargjet e poezisë Nat. Nat. Po. Oh, Nat, mrekulli e Zotit. Ti që fal kudo qetësinë dhe pushimin. Përse të razon shpirtin tim të gjorë? Lare të pret në qetësinë tënde. Nat, largoje të shpërimin që ka plon shpirtin. Mos e lën mizurinë e ditës të të pushtoj me këthetrat e saj. Hidhrimin mos e kthe me vaj, por që afo çdo qelish. Ti që kudo fal qetësinë dhe largo trishtimin. Sa e bukur. Natyrisht mund të mendohet një tablo nëpërmjet këtyre vargjeve, por ti e ke qasur me një punim tëndin. Është kjo një si thua paralele me të cilën ti je mbështetur në rrugën tënde të mëhershme. Po. Çdo varg që kam shkruar në darkë ose të nesërmen është thellë në penelat. Momentet të ndryshme të jetës bëjnë që njeriu të gjejë qetësinë, ndonjëherë edhe e bukur shumë të lodh.
Ndërsa në vargje dhe nata sjell qetësi në të gjitha drejtimet, në të gjitha aspektet. Aty unë kam marrë qetësinë e natës dhe e kam hedhë në Penelat. Mas e kam fillu në orën 8 të darkës të pikturoj, përpara kam pas tablon, telajon, dhe normalisht ngjyrat Penelata ka ecë vetë. Nofta kam kalu gjithë natën deri në mëngjes dhe në fund është rezultati. Po, Servet, natyrisht duke patur këtë rrugtim tëndin, erdhi një moment që të trokiti mundësia për të hapur ekspozitën. Deri më herët kishe një dialog me vetveten. Pse prite ka gjatë për të hapur këtë ekspozit? Prej shumë vitesh, ju thoni rreth 4 dekada, është një rrugë e gjatë apo jo? Natyrisht jo pa punën tuaj, sepse ju keni punë të shumta, por si erdhi ky moment që ti të marrësh këtë hap për të hapur ekspozitën me 21 punime? Si që duket aty po që në kushtet për ta realizu këtë lloj ekspozite dhe nuk e di, nuk kam tentu se kam punu gjithmonë për vete. Nuk menoja që një ditë unë do më krijoj mundësia të hapja një ekspozit. Asnjëherë nuk e kam menduar këtë gjë. Pse? Nuk e di. Po mirë, që të marrësh Kam një përgjigje. Që të marrësh panelin dhe të pikturosh në vaj, unë nuk mund ta bëj çdo njeri. Unë për shembull nuk mund ta bëj, megjithse lapsin ndoshta e përdor në mënyrë të zhdërvjellshme. Pra, që të realizosh një punim duhet edhe teknika e veçantë, përveç mendimit dhe ndjesisë. Si e mësove ti këtë mjeshtri të teknikës së pikturës? Pak më përpara ju përmenda emrin e të madhit Jakub Keraj. Ishte ai, pavarësisht se në atë periudhë kur ne mësonim, nuk ishte mundur të punoje me teknikat e vajit apo të akrilikut, se gjithçka i mbetej kohës dhe shqyr, të themi, në atë traditën shkodrane që ajo kohë u largua dhe pas viteve 90 filloi aplikimi më i gjerë i pikturës suaj apo edhe më herët? Po, përpara viteve 90 ka qenë skica, ajo që kam pasqyru, bardhezi, ngjyrat ishin pak të vështira dhe ngjyrat Ndjes. Nëse merrja të punoja me ngjyra ishin lapsat, ato që pikturoja, ose kur erdhën ato lapsat e syve me ngjyra të ndryshme, i përdorja ata në vend që të lyhen syt, i përdorja në Penelat, si Penelat. Më vonë erdhi gjithçka dhe u kriju mundësia e të paturit një telajo, të paturit penela, të paturit bojer nga më të ndryshmet, si në vaj ashtu edhe në akrilik, po edhe bojrat e ujit dhe ja sot unë kam. Në fakt ju nuk studiuat për pikturë, por ju drejtuat gjuhë letërsisë, një fush që është shumë afër artit. Pse nuk studiuat për pikturë? Vitet kishin kaluar dhe mundësia të studioje për pikturë ishte disi e largët për mu dhe zgjodha diçka më të thjeshtë. Të qenit të mësuese apo fëmijëve më krijon një ndjesi shumë pozitive. Vite më përpara unë kam hapë edhe një kopsht privat, personal. Pata një numër shumë të madh fëmijësh, pra Shkodranë më besun fëmijët e tyre me gjithë shpirtin dhe gjej rastin. Është hera e parë që unë i falenderoj ato. Ato fëmijë kanë kaluar vite dhe janë rritur. Po, sot janë në universitete. Kanë qa dallë të jetës. Dhe aty në ambientet e kopshtit ishin gjitha princeshat e Walt Disney që unë kisha pikturu me duart e mia. Sa bukur. Knaqeshin kur vinin dhe i shikonin, donin t'i preknin me dorë, ju dukej sikur ishin të vërteta. Po. Aty kam pasqyruar për herë të parë
atë ndjenjen e pikturës, artit të pikturës dhe artit të mësuarit, të dhënit të mësim. Dhe fëmijët që mësonin çdo ditë dhe më shumë ishte një satisfaksion në përsosur. Ju jeni mësuese gjuhës dhe letërsisë në medresen Haxhi Sheikh Shamia Dega e Vajzave. Çfarë ndjesie ju jep përditshmëria në profesionin tuaj të mësuesisë? Nëse shpreh me fjalë, janë fjalët shumë të varfra për të shprehur atë që njeriu ndjen. Dhe unë kam vetëm dy çuna, nuk kam vajza. Dhe lidhja, faleminderit, lidhja me vajzat është diçka magjike. Është diçka magjike dhe i kam shumë me pasion. I dua me gjithë shpirt, gjithçka që kam brenda vetes, mundohem t'ju jap pa asnjë lloj ngurrese. Në një farë mënyrë bashkon rrugtimin tënd në kapjet horizontit tënd për t'u dhënë kështu edhe shpresë dhe guxim këtyre nxënësave tuaja? Pa diskutim. Janë mundohem t'jap gjithçka, sigurisht edhe thash që kam brenda vetes tek këto nxënëse dhe atë që ata e transmetojnë për jashtë në dukje është shumë pozitive. Punojnë, janë vajza të përsosur, janë shumë e pëlqejnë gjuhën dhe letërsinë? Po, pëlqejnë gjuhën dhe letërsinë, pëlqejnë edhe artin, pëlqejnë muzikën, krijojnë një lloj atraksionit mes të gjitha lëndëve dhe vërtet janë fëmijë shumë të edukuar. Servet hap pas hapi duke ecur në rrugën e pasionit, të ëndrës, të punës, të sfidave, të mbërritjes, por edhe të një gare me veten. Natyrisht hapja e ekspozitës Rrugtim është një stat i yti, i cili besoj, ndoshta edhe për shumë kënd do t'ishte jo thjesht një shesh pushim, por një shesh ku ti mund të marrësh një tjetër hof për të realizuar gjëra të tjera. Mendon që kjo ekspozitë të ka dhënë frymëzimin për të tjera punime, pjesëmarrje. Tani në prag të 7 dhe 8 marsit, gratë shkodrane marrin pjesë në një ekspozitë pikërisht në Galerinë e Arteve Figurative. Është gjë e bukur nëse në rrugtimin tënd të mëpasëm ka të tjera hapa të guximshëm tashmë. Të shpresojmë sot pas dreke hapet edhe ekspozita pra ka qeljen ose promovimin e ekspozita e gruas shkodrane, e artisteve shkodrane, dhe njëri nga këto punimet ka qëndruar aty krahas piktoreve të afirmuara dhe aty ndjehem të mërësisht e lumtur. Diçka që një ëndër që unë e kam pas me vite, me dekada në sirtar, dhe sot është bërë realitet. Pra Servet Dërguti që me hapjen e ekspozitës së parë bëhet pjesë e komunitetit të grave artiste pamore në qytetin e Shkodrës. Kjo është, besoj se edhe një dhuratë që ti bën vetes dhe të tjerët të vlerësojnë këtë, apo ja? Ishte një dhuratë shumë e bukur që të tjerët më bën mua dhe ndihem vërtet e lumtur. Është vetë puna jote, natyrisht. Ajo ai nektar që ti ke mbledhur ashtu siç mbledh Bleta në ëndrrën tënde vit pas viti, në ata hapa të lehtë por edhe të matur për të realizuar çdo gjë të bukur, apo ja? Sikur se dhe thatë, është një shprehje italiane, chi va piano va sano e lontano. Nuk e di se sa larg mund të shkoj, por unë jam e kënaqur edhe me kaq. Është vërtet shumë bukur, është një ndjesi shumë pozitive. Nuk e di se çfarë na sjellë nesër më, se por ti do punosh përsëri. Pa diskutim. Jo, asnjëherë nuk resht. Kjo është e bukur. Të falenderoj shumë. Të uroj që këtë ndjesi të bukur shpirti, që ti tashmë nuk e ke mbajtur ashtu siç e ke mbajtur vite brenda vetes dhe ambientin tënd të afërt, që ka shpërthyer, të vazhdoj të rrugtoj
Tashmë më hap të sigurt në punën tënde si artiste, si letrare dhe si mësuese. Faleminderit shumë për ftesën, ishte një kënaqësi edhe një privilegj dhe unë ju uroj gjithë të mirat. Njëkohësisht marr edhe një spunto nga festat që po afrojnë 7 dhe 8 marsi dhe ju uroj mësuesve në radhë parë, kolegëve, shoqëve të mia, marsi në punën e tyre fisnike dhe të gjitha nënave, zojave që janë të përkryera. Asnjëherë nuk të lënë në balt, asnjëherë nuk të sjellin shpinën. Ju uroj jetë, shëndet dhe marsi. Bekimin e Zotit paqin gjithë jetën. Qofshe nderuar dhe gjithmonë e suksesshme, Servet, gëzuar gjithmonë me arritje, gjithmonë me suksese. Faleminderit. Të falenderoj dhe unë. Ishte kënaqësi edhe për mua.